që të ndërpritet, pra që apartheidi të dali haptazi që është një apartheid, pra Izraeli është një shtet apartheidist, dhe që të tregoj që nga viti 48 deri më sot Izraeli ka bërë genocid të vazhdueshëm dhe krime lufte ndaj Palestinës, atëherë ishte dashur kjo luftë. Pra nuk duhet ta minimizojmë vetëm tek kërkesa. Pra të ta minimizojmë të gjitha atë çfarë solli kjo, dhe ishte e nevojshme kjo përplasje 2 vjeçare, sepse kjo përplasje 2 vjeçare solli atë që askush nuk e kishte imagjinuar. Pra e para e shfaqi publikisht shpirtin kriminal të shtetit të Izraelit dhe të shoqërisë izraelite, pra një shpirt kriminal dhe genocidial dhe apartheidist, dhe dyta i hoqi asaj mbështetjen dhe po shkonte edhe për zhbërjen. Pra para 3 ditësh ish kryeministri izraelit Ehud Barak bëri një deklaratë në një nga mediat izraelite dhe tha që për herë të parë që në historinë e shtetit izraelit ka ndodhur që të diskutohet legitimiteti i shtetit Izraelit. Pra kjo është një fitore dhe pa këtë luftë nuk do mund të diskutohet. Jo, padyshim, po këtë ne po e themi 2 vjet më pas. Ajo që dua të fokusohem unë është kjo. Izraeli me gojën e Netanyahut në mënyrë të përsëritur ka mbajtur vetëm një avaz: lironi pengjet, lufta mbaron, lironi pengjet, lufta mbaron. Dhe me këtë justifikonin vrasjen e grave të fëmijëve, shkatrimin e infrastrukturës civile, urinë e sforcuar, ndalimin e ndihmave humanitare deri tek aksioni i fundit për ndalimin në det në mënyrë të kundërligjshme të flotiljes që sillte ndihma humanitare.